Hëngri 2 hurma ka kirë çdo ditë për 1 muaj dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Hurma është një frut që mund të konsumohet i thatë, i përpunuar ose i freskët siç është. E veçanta e saj është se mund të hahet edhe kur është shumë i pjekur, ndërkohë që frutat e tjerë në të njëjtën stad konsiderohen të kalbura. Hurmat janë të shkëlqyera për shëndetin, sidomos tani në dimër, kur e kanë edhe sezonin e tyre. Ato zvogëlojnë shenjat e plakjes, përmirësojnë shëndetin e syve, ulin tensionin e gjakut dhe ju ndihmojnë gjithashtu në humbjen e kilogramëve të tepërt. Gjithashtu, duke konsumuar hurma, ju do të rrisni energjinë e trupit tuaj. Hurma kaki është plot me vitamina dhe minerale, por duhet të keni kujdes kur e konsumoni. Nuk duhet të konsumohet të papjekur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Njerëzit në Azi kanë konsumuar atë për më shumë se 2000 vite, edhe duket se është edhe e ngjashme me domaten. Hurma kaki është e pasur me vitaminën A, vitaminën C dhe gjithashtu përmban minerale si ekuri, kalciumi dhe kaliumi. Është një burim shumë i mirë i fibrave dhe antioksidantëve që mund të ndihmojnë në forcimin e imunitetit tuaj. Për afërsisht 100 gram i këtij fruti përmban rreth të paktën 70 kalori. Mund të hahet e freskët, e thatë ose e gatuar. Nëse e konsumoni të gjithë frutin, do të ishte e këshillueshme të qëndroni duke e larguar lëkurën përpara se të hani, sepse përmban sasi të madhe të taninës. Ky përbërës mund të ngadalësojë përthithjen e elementëve të tjerë të dobishëm që mund të merrni prej saj. Këshillohet të mos e konsumoni me stomakun bosh, pasi mund të rrisë problemet e diarres. Do të ishte më e mira që ta konsumonit atë në formën e saj të pjekur, në mënyrë që vlerat dhe elementët ushqyes t'i merrni të plot në mbrojtje të organizmit. Të mirat terapeutike dhe benefitet e hurmave në organizëm janë të shumta, sidomos për shëndetjen dhe dietën tuaj. Këto fruta të ëmbla, të cilat prodhohen nga fruti i pemës së kakis, emri shkencor i të cilës është Diosporis kaki, mund të jenë me origjinë nga Azia. Pikërisht në kontinentin aziatik, ato cilësohen si bima e paqes. Por cilat janë vlera shëndetësore dhe benefitet që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i këtij fruti në mënyrë të vazhdueshëm? Ekspertët Healthline kanë renditur përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i hurmave në dietën tuaj. Ato kanë fuqi të mira energjike. Hurma ndër të tjera përmbajnë shumicën e ujit, rreth 80% të frutit, por përmbajnë gjithashtu edhe fibra, vitaminën A, vitaminën C, gjithashtu edhe kripra minerale, si potasi, kalciumi, kaliumi, magnezi, fosfori, seleni dhe sodiumi. Falë përmbajtjes së tyre të lartë të elementëve dhe substancave ushqyese, hurma do t'i japin më shumë energji organizmit tuaj. Ato forcojnë gjithashtu edhe sistemin imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, hurma ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit, pra sistemit imunitar, dhe trupi është në gjendje të mbrohet edhe më shumë nga bakteriet. Hurmat përmirësojnë tretjen dhe luftojnë lodhjen. Hurmat ndihmojnë me tretjen dhe luftojnë gjithashtu problemet e lodhjes. Janë në fakt një zgjedhje e mirë për shqetësimet që lidhen kryesisht me aparatin tretës dhe atë të zorëve. Ndaj janë të mira për efektet e tyre laksative, por nëse konsumohen të papjekura, atëherë janë të dëmshme për organizmin dhe ekspertët këshillojnë që të mos e konsumoni në këtë formë. Hurmat janë të pasura gjithashtu me veti të mira diuretike. Ndër të tjera, hurmat kanë efekte pastruese dhe diuretike, kjo për shkak se përmbajnë nivele të mira të kaliumit. Luftojnë stresin, lodhjen dhe oreksin e pakët. Këto fruta luftojnë stresin psikofizik, lodhjen dhe humbjen e oreksit. Përmirësojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe përmirësojnë edhe absorbimin e ekurit në organizëm. Hurmat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Këto fruta madje mund të përmirësojnë edhe absorbimin e ekurit në trupin tuaj. Ato cilësohen gjithashtu si një mbrojtës shumë i mirë i organeve të ndryshme të organizmit. Hurmat mbrojnë organe të ndryshme. Në fakt, janë shumë të mira për mbrojtjen e shpretkës, pankreasit, stomakut dhe zorëve. Përveç rregullimeve të ndryshme të mëlçisë,
Hurmat kanë gjetur përdorime të mira edhe në elementet kundër problemeve të barkut. Ekspertët këshillojnë në konsumin e këtij fruti edhe nëse vuani nga anemia. Një nga problemet që lehtëson më mirë hurma është përthithja e hekurit në trup. Nëse doni të keni përmirësim të hekurit në trup që mund të parandalojë gjithashtu edhe çrregullime të anemisë, atëherë ky frut duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Kështu do të arrini të merrni përfitimet të tyre ushqyese dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet. Falë sasive të mira të sheqerit, hurmat janë një frut të mbushur me energji duke plotësuar edhe elementet ushqyes. Pikërisht për këtë arsye, ato i cilësohen si një zgjidhje mjaft e mirë edhe për shëndetin tuaj duke arritur nivelin e energjisë pas një dite të lodhshme dhe të stresuar. Konsumi i hurmave në këtë formë mund t'japë rezultate fantastike në dietën tuaj. Ekspertët këshillojnë që nëse doni të rrisni energjinë trupore, atëherë shtoni hurmat në dietën tuaj. 2 deri në 3 hurma janë mëse të këshillueshme të konsumohen në ditë. Hurmat janë të mira për rregullimin e shëndetit të zorrve. E pasur me fibër, hurma është një laksativ natyral. Falë taninave të pranishme në tulin e saj duke vepruar drejt për së drejti edhe në mëlçi dhe në zorr. Ky frut është veçanërisht i përshtatshëm për çrregullimet e mëlçisë. Përveç kësaj, hurma është në gjendje të neutralizojë acidet dhe lëngjet gastrike në stomak, pasi ndryshe nga agrumet dhe frutat e tjera ka një pH pak alkalin, gjë që e bën atë shumë të përshtatshëm edhe për ata persona që vuajnë nga gastriti dhe baticat gastroezofageale. Një ilaç i vërtet për mirëqenien dhe sistemin tretës, pra me kusht që të konsumohet shumë e pjekur. Hurmat janë të mira kundër lëngjeve të tepërta në organizëm. Ekspertët tregojnë nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg komplikacionet e lëngjeve të tepërta, atëherë hurmat janë një zgjidhje shumë e mirë. Nëse doni të forconi sistemin tuaj imunitar, konsumoni hurma. Hurmat kanë një përmbajtje të mirë të tanineve dhe vitaminave. Në fakt, ajo përmban edhe vitaminën A, e cila mbron shikimin dhe mban larg problemet të tyre. Vitamina C thelbësore për forcimin e sistemit imunitar, citoi studimi. Konsumi i rregullt i hurmave gjatë vjeshtës dhe dimrit është e mirë për të rritur sistemin imunitar dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Hurmat kanë veti të mira antiinflamatore natyrale. Hurmat përmbajnë katekina, të cilat kanë veti të rëndësishme antioksiduese për të mbrojtur kështu edhe qelizat nga dëmtimet e shkaktuara prej radikaleve të lira, por gjithashtu edhe për të përmirësuar muret e enëve të gjakut, duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tyre. Hurma kaki është plot me vitamina dhe minerale, por duhet të kujdeseni për 2 gjëra kur e konsumoni. Njerëzit në Azi kanë konsumuar atë për më shumë se 2000 vite. Hurma kaki është e pasur me vitaminën A, me vitaminën C dhe është gjithashtu një burim shumë i mirë i mineraleve të hekurit, kalciumit dhe kaliumit. Është një burim i mirë i fibrave dhe antioksidantëve të rëndësishëm, të cilët ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar. Për afërsisht 100 gram i këtij fruti do të përmbajë të paktën 70 kalori. Ato mund t'i konsumoni të freskëta edhe gjithashtu në forma të ndryshme. Mos i konsumoni hurmat me stomakun bosh, pasi mund të ndikojnë negativisht në problemet të tij duke rritur rrezikun e diarres, por do të ishte më e mira që t'i konsumoni ato pas një vakti. Ndërkaq nëse nuk e dini, ato janë gjithashtu të mira edhe për shëndetjen e mëlçisë. Sekreti qëndron te sasia që doni të konsumoni, pasi jo gjithmonë duhet ta teproni me konsumin e këtij fruti, pasi mund të kthehet në një dëm të vërtet për shëndetin tuaj. Ato janë të pasura me antioksidantë të rëndësishëm, të cilët mund të parandalojnë dëmet e shkaktuara në ADN-n tonë. Prandaj ekspertët këshillojnë konsumin e tyre të freskët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.